Okej, ja ku jam. Nuk jam larguar, e besoj se dhe ju nuk jeni larguar miqtë dashur. Sidomos ju që jeni kurreshtar të dini se çka ka ndodhur në showbizin e 2025-s, lajme të mira, super arritje, por dhe lajme jo as pak të mira në humbje jete. Si që prezentova, do kem këtu Erioni, që dua ta komentoj ku e kam Erionin, më ta nxjerr djalin ja këtu. Që duhet ta komentoj që na ka sjell në bluzën që ka veshur edhe gjelin e detit më duke. Na afrojnë festat, Maxi, po na afrojnë festat edhe... Çfarë është? Gjel? Është gjel deti. Unë e kam marrë për gjel deti, po mund të jetë edhe një pul. Mund të jetë edhe një pul. Rëndësia është të jenë për festa. Në Shqipëri ishte rritur gjeli detit, në Shqipëri përdor shumë ti e din. Është rritur edhe këtu Maxi. Ishte rritur çmimi i gjelit të detit. Normalisht nuk ishte rritur gjeli detit, se kemi këtë problem me rritjen, por ishte rritur çmimi i gjelit të detit. Unë shkova i pash, vetëm thashëm, më vjen shumë keq, nuk po i marr këtë ra. Gjithsesi, si je ti mirë? Mirë Maxi, ka qenë një vit i mbushur me këngë të mira, ka qenë një vit i mbushur me shumë treja në showbiz. Ka pas shumë treja nga më të ndryshmet, edhe i kemi listuar ato më të rëndësishme. Po ti më ke thënë ku je më mirë, ku të pëlqen më shumë të ndjekësh, të intervistosh një personazh të showbizit, flasim të muzikës, kulturës apo edhe këto gjërat sociale, këta temat sociale, ku je më mirë ti? Maksimum pëlqejnë të gjitha. E kam parë, domethënë që je kudo. Maksimum pëlqejnë të gjitha. Mu më pëlqen kur vjen fjala edhe tek politika, unë studioj shkencat politike. Po më pëlqen edhe showbizi, dua edhe muzikën, jam njeri i artit, do të thotë hapat e parë në radio televizionin 21 i kemi sjell tek kultura. Do të thotë tek më të reja të kulturës, e më pas u zgjerova dhe i provova shumicën e kategorive. Mirë. Do ta bëj ty pyetjen, por kjo pyetje në regjen nëse më ndihmo, ma shkruani pak pyetjen nëse keni mundësi normalisht, sepse dua të pyes edhe Erionin në fillim fare, më pas do kalojmë një tek lajmet, por edhe televizionistët e audiencës e këtij programi se për vitri na erdhi viti i ri ku, këtu në Kosovë apo ku? Erion ti? Maxi është traditë që... Se me kë e di unë, me kë, po ku? Dua vetëm ku. Është traditë që vitin e ri e presim me familjen. Do të thotë nuk ka rëndësi vendi, qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, qoftë një vend jashtë që ka një pamje të bukur, një vend të mirë, më rëndësi që jemi me familjen. Do të thotë me njerëz që i duan me të vërtetë, na duan pa interes, do të thotë familja. Gjene e ditit e paske, kështu. Okej, kjo është pyetja për të shikuesit tanë plus 33 44 900 021 se kohët e fundit me liberalizimin e vizave, po kënaqem edhe duke shkuar edhe larg Kosovës, por dhe kënaqemi edhe duke ardhur në Kosovë, sidomos ju që keni ardhur jo vetëm e cilësojmë për të votuar, por edhe për të festuar. Dhe keni bërë shumë mirë, sepse edhe Prishtina është shumë e bukur, dhe çdo qytet është shumë i bukur, dhe çdo fshat është shumë i bukur aty ku keni lindur dhe jeni rritur. Mirë, shkojmë një herë tek lajmet e showbizit. Ka pasur shumë në fakt këtë vit. Shumë të reja, Maxi. Por ka pasur të reja dhe ma shuan një korreshtje e ke edhe ti këtë pyetjen se pse më shumë kur një këngëtar dhe një këngëtare bën një klip ose bën një lloj skandali, gossip, merren më shumë mediat me ta. E të tjerët i lënë në hije, kur dhe të tjerët bën shumë punë, aktorët, artet të ndryshme bën shumë punë. Në botën e showbizit, muzikës edhe kësaj industrisë së vështire quajon, skandali nuk ka skandal të mirë dhe të keq. Skandali mbetet skandal, fytyra del në media edhe flitet për ty. Është diçka që është e njohur, do të thotë nganjëherë të famshmit bëjnë edhe lëvizje jo të mira vetëm për të marrë vëmendje edhe për të përmendur emri, për mos t'u harruar. Do të thotë bëjnë një skandal, nëse mund ta quajmë të tillë, vetëm dhe vetëm për të përmendur emri i tyre. Çfarë bën ti Erion nëse dikush të thotë ma bëj një intervistë se duhet bë këtë skandal? Nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë. Nuk e bën të bën shumë mirë, se dikur unë jam marrë për shembull me pjesën e showbizit, por në gazeta vdisnin njerëzit të bënin skandale, domethënë të bëjnë një foto, kanë qenë do provokime edhe ndaj meje para shumë viteve nga ana e personazhit, sidomos nga ana e këngëtarit. Domethënë që këngëtarët sipas teje bëjnë më shumë. Skupe gjëra edhe lakon më shumë. Detyrohen që mos të harrohet emri i tyre, detyrohen që të bëjnë skandale, veprime. Por duhet t'ja u kujtojmë qytetarëve, fansave të showbizit se në Kosovë nuk ekziston
paparazzi. Do të thotë nuk ekziston një person që ndjek një VIP gjatë gjithë kohës me një kamerë në dorë për me ja bëj një fotografi ose për me kap një skandal. Kurdo që shohim diçka të tillë, duhet ta dim që është e inskenuar. Do të thotë është e mirë koordinuar nga personi për të bërë një skandal. Në Kosovë nuk ekziston do të thotë një media ose një person që ndjek VIP-t vetëm për të nxjerrë një skandal, por kur ata veprojnë diçka, ne kemi për detyrë që të raportojmë. E di se ti e kënaqur shumë, ke qenë duket në koncertin e Armen Rexhbagiçit me që kam qenë në shumë vende. Ka pasur shumë koncerte, ka pasur lëvizje, aq më tepër një emër si Armendi për shembull, që është rikthyer në muzikë dhe na ka kënaq me muzikën e tij, por edhe me pa në koncerte. Jo vetëm Armendi, Maxis. Ky vit më duket e lakojmë si emër, por vetëm të parin pastaj do shkojmë. Po, ky vit ka qenë i mbushur me koncerte dhe me gjëra të ndryshme. Por diçka që ka rënë në sy se viti 2025 ka qenë viti i koncerteve, viti që edhe artistët që e kanë lënë për një kohë gjatë skenën vendosën që të rikthehen sërish për të pasur vendin e tyre. Me 19 korrik të këtij viti Armen Rexhbagiçi e bëri koncertin e madh, u rikthye në skenë, po ashtu edhe e lansoi albumin Dashni e Vjetër, një album që u dëgjuam me të madhe, dëgjuam gjithandej nëpër makina. Me sa duket Armendi e gjeti atë kohën e dur që njerëzit ta shijonin nga afër dhe ta ndjenin këtë punën e këngëve të mërzitshme, unë i quaj, se Armendi këtë këngë ti ka pas ka dhe këngë pozitive. Kemi për Prishtinën, për ditëlindje. Sot ma ka dashur baladat bukura. Po pas ka dhe këngë pozitive. Mos themi sepse kemi dhe këngën për Prishtinën, do thotë sot ma ka dashur është një pjesë e tekstit. Përndryshe Armendi pati një sukses marramëndës, mund ta quaj, në koncertin që e pati me 19 korrik, sepse një numër shumë i madh i qytetarëve vendosën që të shkonin ta dëgjonin. Do thotë prita që të kishte grup moshave që e kishin mbri do të thot Armendin, por po edhe tri. Puna ime, apo edhe prita pleq, nuk po them pleq. Por persona që e kanë pas, po pash edhe shumë të rinj që vinë e dëgjonin Armendin, edhe pas pallatit të rinis këtu në Prishtinë, në kryeqytet, u mbush plot, do të thot e mbaj mend kur shkuam të xhironim koncertin, mu deshën 20 minuta për të dalë nga pjesa e ballinës, gjere tek skena aty ku po xhironte kamermani jon për të marrë pamjet. Do të koncerti i Armendit ishte një sukses. Je kënaq vetë edhe unë e dua shumë. Po, unë për vete e dua shumë Armendin se më pëlqejnë gjithë këngët e tij. Është kthyer në një trend sidomos këtë vit koncertet, po mësojmë pak ndoshta është ajo e vërteta, në Shqipëri ka nisur pak më herë dhe madje edhe këngëtarë nga Kosova kanë shkuar në Shqipëri, në stadiume kanë mbushur stadiumet edhe sallat e koncerteve dhe na vjen mirë që edhe këto janë kthyer në Shqipëri. Për shembull ishte edhe koncerti Alban Skënderaj. Alban Skënderaj pati një natë, po bëri 4 net. 4 net të plota, 4 plot net energjike, edhe e mira e të mirës, e veçanta e këtij koncerti, kësaj maratone nëse mund ta quaj 4 natëshe, ishte se ai këndoi live. Që është diçka që është e vështirë nëse mund ta quaj, se jo çdo këngëtar vendos me këndu live, por kohëve të fundit është bërë trend Maxi me këndu live. Është bërë një trend me këndu live, e pam edhe tek koncerti i reperave MC Kresha, Alluri Kallsoni, ishte Supernova e Dafina Zeqiri që do të flasim më pas, është shumë këngëtarë të tjerë. Më thënë nga regjia mos u afro shumë mikrofonin. Na falni regjia, na falni për gjithë. Po kemi me shumë energji dhe po tregon shumë mirë. Po më shkruajnë atje. Më duket tani është më mirë, po ja pak mikrofonin. Okej. Shkojmë tani ndonjë mbetemi te koncertet, ka pasur të tjerë. Po mbesim te koncertet. Jo, do ndalemi tek Adelina. Adelina Ismaili. Adelina Ismaili. U kthye për vitin e saj jubilar 40 vjet në karrierën e saj. Edhe kjo është pritur shumë, ky koncert është pritur shumë. Ky koncert u prit shumë, po mbi të gjitha duhet të kujtojmë se Adelina ishte një person që theu shumë kufi për kohën e saj. Po tabu të ndryshme para në skenë që i hoqi jo krejta. Jo krejta. Nëse tash është bot trend, në atë kohë nuk ka qenë trend. Po, u komentuar shumë, theu vërtet tabu. Nuk e di nëse u more ti me këtë, por mua ma preku pak veshin edhe me thënë të drejtën, edhe unë e dua Adelinën, por u komentua paksa, edhe pse ajo nuk bëri të paktën një mesazh
memorie për të kujtuar Ishte një Shpat Kasapin, po. sa po kishte ndruar jetë këngëtari Shpat Kasapi. Ishte koha kur Shpat Kasapi ndroi jetë edhe Të ishte një gjithë ndër nuk e temat thanë më që të këmbëve. Adelina duhet ta anulloj koncertin sepse ishte bërë shumë përgatitje ande këtej, por të gjithë thanë, shumica në fakt, të gjithë thanë pse ajo nuk e përmendi një moment, një sekond. Ose të omazh. paktën të mbante një minutë Po. heshtje, por duhet kuptojmë, këto momente pas një kohë shumë gjatë e larguar nga skena, Adelina u kthye për 40 vjetorin e saj me një orkestër, me një performancë krejtësisht live po ashtu. Duhet ta dim se është një moment stresi shumë i madh sepse ke një publik që Domethënë mezi është harruar kjo nga stresi mendon, ë? Unë mendoj Nga personalisht puna që ka qenë. nga stresi, nga puna, nga presioni që ke përpara njerëz që të shikojnë si një këngëtare perfekte, edhe do i ketë dal nga mendja. Mbase nuk kemi pasur një reagim të Adelinës, edhe pse kemi pasur shumë reagime nga fytyra publike, nga këngëtarë Dhe që shumë kanë artistë nga Maqedonia e Veriut që ne Sigurisht. duam shumë fort natyrisht edhe na duan neve si Kosovë, kanë reaguar shumë keq në lidhje me këtë. që nuk u përmend. Nuk u përmend. Pas Adelinës erdhi koncerti i shumë pritur i njërës prej këngëtarëve më të përfolura, një këngëtare që çdo këngë që e nxjerr mund të themi që del hit, dëgjohet në makinë, dëgjohet E ke fjalën për Dafinën, Dafina Zeqiri. Sigurisht, Dafina Zeqiri ka qenë një vit i strëmbushur për Dafinën. Pse them një gjë të tillë? Sepse Dafina ka pasur një vit shumë të mbar nëse mund ta quajmë. Dafina mori lajmin se ishte shtatzën, më pas bëri djalin e saj të parë, do të erdhi në jetë djali i saj i bë parë mami. me burrin e saj Krishnik Gjergji dhe ja lan emrin Daskan, do të thotë djali i Dafina Zeqirit mori emrin Daskan. Unë në vdes nga një të shikoj komentet. Një nga komentet që mua më bëri përshtypje ishte që më e madhe ishte skena se sa skena natyrisht salla ku do rinë njerëz, ka qenë full. Ndalemi këtu Erion se më pas më vjen mu Ka qenë edhe ftohtë. Ka qenë dhe ftohtë. Rikthehemi tek showbizi, Erion. Erion në fakt më duket gjithë janë sy e vesh për të ndjekur edhe për të parë këtë përmbledhje në showbizit të këtij viti, të shikuesit tanë, nuk po na varin fare për temën vitiri në Kosovë, unë e mora vesh për ty. Edhe kështu që mirë, nuk ka problem, se nuk kemi edhe shumë minuta në dispozicion, kemi pas një marketing tjetër të gjatë. Tham te Dafina ishte ashtu siç ishte Ka pasur pritur u shkoi gjithçka shkoi Koncert Dafinës? Gjithçka shkoi siç duhet, por diçka që vlen theksuar është se dalloi lehtë se personat që kishin ardhur dëgjonin koncertin e Dafinës me të vërtetë ishin të etur ta shihnin Dafinën skenë. Pse? Sepse atë natë do të thotë 2 net me radhë që u mbajt koncerti i Dafina Zeqirit i titulluar Supernova, ishte shumë ftohtë. Ishte tek salla e djegur te Pallati i Rinis, do të thotë këtu në kryeqytet, edhe ishte shumë ftohtë. Salla është hapur 3 orë përpara se të fillonte koncerti, edhe qytetarët janë mbledhur Çfarë për me ndodhi me dëgju. problemin e sallës? Ishte një herë u caktuar një sallë tjetër, çfarë ndodhi apo ishte shkaku i njëjta? zgjedhjeve që Okej. ishin me datën 28 dhjetor, ishte planifikuar shumë më përpara që koncerti të mbajnë në sallën 1 tetori. Por u detyrimisht u ndryshua Për shkak të vendi zgjedhjeve. për shkak se KQZ-ja aty numëron votat në ato data dhe duheshte që të bëj përgatitja. Kështu që Dafina kryesore. na fal, por ne të rëndësishme kemi zgjedhje më Po pas sigurisht, muzikë. Dafina si shkoi shumë ba. Aha. Ka pasur 2 net. 2 net me E radhë. takova një mik timin që kishte ardhur nga Zvicra, normalisht shqiptar, për të parë Dafinën natën e dytë. Dhe më fliste kur e takova tankohen për Dafinën. Dafina është një Nga këngëtare Zvicra që kishte ardhur. e ka fillu karrierën shumë kohë më parë Maxi, edhe nuk është ndalur asnjëherë. Pos në momentin kur ishte shtatzën në muajt e fundit, edhe aty e kishte planifikuar shumë mirë sepse kishte xhiruar këngë të paraprakishte dhe nuk i la fansat e saj pa muzikë të mirë, edhe i postonte her pas here, edhe mbeti kryefjalë e këtij viti. Diçka që e karakterizon këtë vit me një bujë shumë të madhe, por i kthehemi në fillimin e vitit 2025, ishte rikthimi i reperit nga Xhilani, Feronis Shabani, i njohur edhe si Fero. Fero u largua për më shumë se 2 vjet nga Për skena. shkak të besimit, Ishin ideve disa fetare, arsye, ishin disa arsye. Nuk e di çfarë ndodhi. Ishin problemet që kishte me gruan e tij, e më pas edhe çështjet fetare që Fero vendosi ta linte muzikën shkaku i besimeve të tij, por ai u rikthye pas 2 vitesh mungesë nga skena,
me nën arsyetimin për vajzën e tij. Do të thotë çka nën kuptonte Ferro, disa e kuptuan dhe disa jo. Ferro vendosi të rikthehet sërish dhe ai vendosi që të rikthehet jo në Prishtinë, po në Tiranë. Në Tiranë. Koncerti i parë i Ferros po këtë vit pas rikthimit të tij ishte në Tiranë dhe salla ishte plot. Jo vetëm se ishte plot, Se mediat në Tiranë, showbizi, gossipi e kanë, nuk e di, e kanë komentuar shumë. e kanë mbështetur me të gjitha. Diçka që të linte përshtypje ishte se cili person këndonte me Ferron. Do të thotë ja mbani mend këngët, e donin Ferron, edhe doli një koncert që besoj që as Ferro vetë nuk e kishte pritur sepse ishte një numër shumë i madh. E më pas gjithçka shkoi ashtu siç dëshironte vetë Ferro. Fare se me thënë të drejtë unë dhe Ferro Jemi larg, a? jemi shumë larg, por gjithsesi old school nga një herë, gold nga një herë, por dhe muzika e të rive. Do thotë Ferro rikthye me një zhanër të parafort nga ai që kishte lënë, do të thotë ka ndryshuar pak një kohë të muzikës nga i repi i vrasht. Po me prit mirë sa është mirë ishte pritur dikur? shumë mirë, është mirë pritur më mirë se që ishte pritur edhe nga vetë artisti, këto e kishte postuar edhe në rrjetet e tija sociale, edhe ishte diçka që la gjurmë. Ferro që atëherë, do të thotë nga janari po këtij viti, ka vazhduar duke lancuar këngë të ndryshme, e hite edhe koncerte nga shumë vende të ndryshme. Nuk kemi pasur vetëm lajme të mira gjatë këtij viti, Maxi, kemi pasur edhe lajme humbje shumë të mëdha, diçka që Më kujtohet në program ishim kur me Arianin ishin lajmet e para që vinin edhe unë i thoja ky lajm nuk është i vërtet për ndarë nga jeta e artistit. Ishte shumë duke i qenë që edhe kemi pabesueshëm. njohur shumë dhe kemi takuar dhe natyrisht na ka kënaqur me muzikën e tij. Do na kënaq prapë me muzikën e tij? Po, edhe unë nuk e besoj, thashë nuk është lajm fake, lutem nuk du ta them, derisa u vërtetua që patkesisht. Ky ka qenë. Mua Arion ku mbetëm ne? Te lajmi i hidhur. Lajmet e hidhura, Hidhura, në sepse fakt. kemi pasur edhe një lajm tjetër, po ndalemi tek Shpat Kasapi, një vdekje që nuk u prit, na erdhi shumë papritur, ndroi jetë në moshë të re në Shumë të Itali, edhe patëm shumë reagime sepse ka qenë një ndër këngëtarët më të mirë që kemi pasur në vendin tonë, e kemi dashur shumë edhe këngët e tija, jam shumë i sigurt që nuk Mua vdesin bëri asnjë. përshtypje Arion edhe reagimet e personazheve të njohur të botës së politikës në lidhje me humbjen e Shpatit, gjë që nuk kemi parë shumë. Nuk do donin në fakt flisnim fare për humbje të tilla, por ka pasur reagime edhe nga politikanë të njohur dhe Të të shumta. institucionesh për humbjen, duke ditur edhe natyrën, qiltërsinë edhe gjithçka në fakt. Që ky djalë na ka dhënë edhe muzikës, por mbi të gjitha edhe ka qenë shumë njerëzor. Përpos Shpatit, ne patëm edhe një humbje shumë të madhe në muajt e fundit, ka qenë vdekja e Shemit. Ditët e fundit konkretisht. Ditët e pak ditë fundit, më parë. pak ditë më parë, ndroi jetë edhe Shemi i grupeve i lirët. Për gjithë ata që nuk e kanë dëgjuar, ju rikujtojmë, Shemi ka qenë ai që e bëri këngën më hit, që sa herë na afrohen festat kombëtare, e kemi Xhamadani Via. Është një këngë e Shemit, do të thotë krijuesi i kësaj këngë. Po është një këngë kënduar dhe nga Shemi, të mos kënduar dhe nga Shemi, por shkënduar dhe nga Shkurtë Fezë. Po i ka dhënë goxha zë. Goxha një zë të madh. Edhe humbja e Shemit ka qenë një humbje shumë e madhe për ne, edhe ka pas reagimet shumë të edhe për Shemin, do thotë ka qenë një vit jo vetëm me sukseset mëdha, por edhe me humbje. Por nëse shkojmë tek bota, çfarë ka ndodhur? Për shkakun sot në mëngjes, nuk e di nëse më ndoqë, po më duket më ndjek ti nga një herë ca ditë kështu. Sigurisht, Maxi. E keni arsye se na ndjek ose na shoqëron më pëlqen shumë se është një nga vetmi koleg që na shoqëron në regji kur vjen rri aty edhe bashkëpunojmë shumë mirë, edhe shumë fort. Edhe kështu unë i dua kolegët e mi, të ri dhe të reja. Ishte unë nisa programin me Adele për shembull, fut në xhepin e saj, në llogarinë e saj bankare miliona para për një javë, megjithëse ka 5 vite thuajse që nuk ka bë asnjë album dhe ka koncerte full.
Ja çfarë ndodh në Të jap një tregun e krahasim juaj. shumë të thjeshtë për ty dhe gjithë publikun. Nuk është vetëm Adele që e bën këtë gjë, edhe përfiton nga këngët që i ka publikuar dikur. Është dhe Mariah Carey, ja, për Krishtlindje e këngë. Që ja, Vetëresha. okay, në rregull, masi qenë ka Mariah Carey, po dalim edhe pak te industria e filmit. Një ndër filmat më të shikuar kur vjen koha Tu tek s'marrë festat, shumë, me thënë të drejtën, po. të flet autori i 35 mm-shit kinematografie sapi. Okej. Një ndër filmat që shikohet më shumëti gjatë kohës së festave është Home Alone, i vetëm në shtëpi, që është një ndër filmat që shikohet më shumëti me familjen sepse Shumë i bukur, është kam parë një disa komedi herë. shumë e bukur. Aktori kryesor i filmit Home Alone sot e kësaj dite vazhdon që të marr miliona gjatë kohës së festave. Do të thotë kur bëhet një punë e mirë Maxi, dihet paguhet edhe masi e ke përfunduar punën, sepse vazhdojnë njerëzit edhe argëtohen edhe kënaqen me filmat edhe muzikat, sidomos në kohën e festave kur mundohemi detyrimisht jemi pozitiv. Aman, nëse ti ke lindur në Amerikë ose në Angli, Është një plus. Evropë, se këtu në Kosovë, në Shqipëri, me thënë drejtën, nëse nuk e nxjerr një këngë të re, një album të ri për 5 vite të harrojnë, nuk të fton kush në koncerte, nuk ke klikime në YouTube. Që është një matës ky. A kthehemi sërish te Armendi? Po, A kthehemi sërish te Armendi? Po, te Armendi është një po. Është një shembull konkret. Armendi ka bërë një punë shumë të mirë, ka lënë një gjurmë shumë të madhe tek ne Po edhe edhe Armendit respekt, edhe ati ti Leverdisit të rikthehet dhe duhet të rikthehet. duhet të rikthehet sepse zhanri muzikës së Armendit është shumë e veçantë. Koncerte të shumta kam parë gjithandej në Shqipëri, gjithandej. Koncerti që patim në Prishtinë u pasua me një koncert tjetër në Ulqin, edhe atje pati një sukses Edhe në shumë Shkodër ka të madh. qenë. Duhet të ndalem tek showbizin ndërkombëtar, Ndërkombëtar? po do e ndërthur edhe me atë vendorin. Një lajm interesant edhe që bëri buj në rrjetet ndërkombëtare ka qenë lajmi për Dua Lipën. Dua Lipa këtë vit mori shtetësinë kosovare. Do të thotë ka marrë para disa vitesh edhe shtetësinë e Shqipërisë, Shqipërisë. por tashmë ka edhe shtetësinë e Kosovës. Një hap që bëri Që u buj. komentua nga këta me të madhe. këtej, do më thënë nga këta këtej, s'po e them Nga emrin, nuk komshit. komentuar shumë. Pati komente shumë të mëdhaja. Mua më çuditën në them të vërtetën, kjo Se se kjo kështë ndonë shtetësia. përpara. Është edhe kjo. Jo, ajo që më çuditi shumë është sepse Dua Lipa nuk i interesoi reagimi të tjerëve, por doli krenare me vendin e saj dhe tha po, unë jam kosovare, edhe pati një pritje shumë të bukur nga fëmijët e Okarinës, unë gjithë shkallëve duke kënduar, ishte një diçka shumë e veçantë. Që ishte Ka publikuar dhe qenë një presidenti video i vendit. që shkoi shumë viral. Virale, vërtet shumë. Por edhe dashnia aktuale nuk pati reagime që jo. se ishi i saj, po përmendem ishin që të bëjmë na fal Dua, ishi i saj dikur reagonte kur shikonte ndonjë koment të këtyre fqinjeve këtu afër në lidhje me këtë Albania në Kosovë e të tjera, ai reagonte, i kundërpërgjigje nësa ky tani që kena këtë burrin tani të vajzës tonë çikës tonë për Kosovën nuk ka reaguar fare. Mirë bën. Për ndryshe, Dua Lipa nuk ka asnjë javë ku po shijon pushimet bashkë me të dashurin e saj, disa pushime. Sigurisht. Një dashuri që shpresojmë që të ketë hapa të mirë edhe të vazhdoj gjatë, sepse e dim se personat e showbizit din të nxjerrin kirifekte nëse mund ta quajë të tillë. A ke ndonjë lajm për Bebe Rexhën? Unë jam shumë Santa Claus përsëri ka gjetë burr Bebe Rexhës. Unë isha kandidat, më thanë kolegët në portal që e kanë postuar, tha ka qenë video, tani më falni, po ka qenë, më thanë kolegët në portal ka qenë video më viral, aty që unë kam thënë në humor e sipër me kolegët e mi që jam kandidat i mundshëm për të martuar me Bebe Rexhën, po as mus ma ka var fare. Maxi, pse gjithë kjo dashuri për Bebe Rexhën? Por ishte një lajm për Bebe Rexhën. Standardet shumë të mëdha, Maxi. Një këngë të Krishtlindjeve. Po, me standarde jetojmë ne sa më të vjetër bëjmë, më shumë standarde kemi. Ishte një lajm që ai bëri një këngë të bukur për Krishtlindje, të vlerësuar shumë, madje thonë që mund konkurrojë emrat e njohur që këndojnë për Krishtlindje. Gjithë emrat e eminent që i kemi nga Kosova e tash janë në estradën botërore, bëjnë buj, sa recenzirën një këngë edhe mbi të gjitha na e zbardhin fytyrën. Në showbizin ndërkombëtar kemi pas edhe një ndër lajmet që ka bërë më shumë të buj. Nuk është një lajm i mirë. Për gjithë adhuruesit e rapit edhe hip hopit amerikan, edhe të gjithë përdoruesit e rrjetit social TikTok e kanë ditur se një ndër temat kryesore gjatë këtij viti ka qenë Didi.
Didi do të thot u arrestua në shumë akuza të rënda edhe momentalisht ndodhet në burg. Përpos kësaj ka pasur edhe një dokumentar që u lansua nga Netflix që pati shumë reagime nga familja se e vërteta ishte shtremruar. Dokumentari brenda vetes Maxi përmbante shumë filmime origjinale të jetës dhe prapaskenave të Didit. Edhe të jetës normale, prapaskenave, mënyra se Didi sillej me personat që punonin për ta. Edhe për fund, diçka që na është bë pjesë e përditshmërisë Maxi, nuk mundemi me mohu. Është telefoni, në telefon nuk mundet me na mungu as TikToku. Në TikTok gjatë vitit 2025, si çdo vit tjetër, që po jep famë gjithë secilit, me thënë të drejtën. TikToku është mundësia më e lehtë për të marrë famën në ditët e sotshme. Do të thotë, nëse ti sjell një produkt, jo për të dua trokitur apo jo. Jo në të gjitha rastet. Secila mendoj unë. Jo në të gjitha rastet, sepse ka persona që nxjerrin edhe kontent të mirë, nxjerrin edhe një produkt të mirë, një produkt pozitiv, nxjerrin muzika të mira, ata që nuk kanë mundësi do të thotë të produksojnë dhe të shkojnë në studio të bëjnë këngë. Ka nga ata artistë që kanë marrë një boost shumë të mirë në rrjetet sociale, sidomos në TikTok. Si çdo vit tjetër, TikToku e ka një numër të konsiderueshëm gjërave që u folën, u diskutuan, u lansuan edhe u bën virale. Një ndër to që është diskutuar më shumti, që ka numrin më të madh të shikueshmërisë gjatë vitit 2025, ka qenë kukulla e shumë njohur, e shumë dëgjuar Labubu. Kjo kukulla me sytë mëdhenj që u stërkomentua se ka një pamje djalli edhe nuk është e mirë. Kishte edhe dis Lafufu. Kishte Lafufu, ishte Golden Labubu mbi të gjitha, një trend që po ti e bleve, porosite? Jo, Maxi. Interesant, sepse unë jam shumë i çuditshëm kur të ri në këtë rast edhe djem porosisin, për shembull, ka qenë trendi edhe për meshkuj. Ka qenë edhe për meshkuj. Do thotë një trend që shkon në TikTok ditë të ndryshoj shumë gjëra edhe në jetën normale, edhe në trendet tona, edhe ato që pëlqejmë. Kjo është edhe një gjë e keqe se detyrimisht marrim diçka nga rrjetet sociale dhe mundohemi t'i bëjmë sikur janë pjesë e përditshmërisë tonë. Nganjëherë nuk na pëlqejnë fare, po bëjmë sikur na pëlqejnë vetëm për me qenë në trend. Një tjetër video që vlen theksuar, që shkoi shumë viral në TikTok, gjithmonë në TikTok, ishte The Kid on the Boat, do të thotë ishte fëmia në atë anijen që bënte atë kërcimin, do të thotë ishte një traditë në Azi që kanë shumë lumenj në atë zonë edhe e kanë traditë si në festat e tyre që hipin në anije edhe më i riu i fisit hipën në anije edhe kërcen. Kjo shkoi shumë trend sepse djaloshi veshi syze ekstravagante dhe bëri një kërcim interesant që u kombinua me një melodi e vendosur nga një DJ nga Bullgaria. Kjo shkoi shumë virale edhe personat gjithë ata që e pan videon u munduan ta imitonin edhe të krijonin trende të ndryshme sa i përket këtij djalit të ri me atanien, do të thotë edhe kërcimet e tyre. Rrjeti social i yti më i përdorur, ka përdorur më shumë ti? Është Instagrami dhe Facebooku, do thotë. Ke një adres fake, një adres falso se duhet ta marrë vesh dikush? Bëj shaka. Jo, Maxi. Mirë, Erion, ti do punosh edhe nesër, ke ndonjë plan, do t'jesh edhe nesër? Po, do t'jemi bashk, gjithashtu. Se di që po bën gati shumë programe që do t'ju mbajnë të mburthyer të dashur televizionistësh, natyrisht e dini tashmë ku duhet të dëgjoni, të shikoni në televizionin 21. Nesër do të flasim natyrisht me regjisorin dhe producentin shumë programeve në televizionin 21 në programin tonë dhe jo vetëm, për këto programet festive. Kështu që kaloja bukur, faleminderit shumë për këto informacione. Këto ishin informacionet kryesore që e mbuluan 2025. Sigurisht, po këto ishin ato që bëjmë pak më shumë. Vitin që vjen ku të thras përsëri, nëse do jemi gjallë, shëndoshë mirë, natyrisht në këtë program, edhe do të flasim vetëm për lajme të mira të showbizit. Urojmë me gjithë zemër. Shpresojmë. Edhe shpresojmë njëkohësisht. Faleminderit Erion. Kënaqësi ime Maxi.